Fillimisht do të thekoj se hetimi lidhur me rezervën shtetërore unë besoj që është duke vazhduar ende, edhe nuk ka përfunduar, nga se derisa nuk ka një akt akuzë publike, sigurisht që është duke u hetuar më të tjerë. Dhe prokurori i rastit e vlerëson fazën kur do ta thirrën e dëshmitarë dhe si do ta procedojnë situatën. Kjo nuk do të thotë që zoti Kurti me mosparaqitjen e tij e ka dëmtuar procesin e hetimit, sepse nëse ka mbet vetëm në dëshminë e zotit Kurti me u vërtetuar kjo çështje, atëherë s'pas ka edhe hetim ku me di çfarë produktiv në këtë drejtim. A duhet mu paraqit, secili qytetar duhet mu paraqit në organet e ndjekjes penale për të kontribuar drejtësisë, s'ka dilemë në drejtim. Mirë po, tani këtu prokuria e shtetit, përkatësisht prokuria speciale nëse ngret sigurisht se duke kriju situata të caktuara të intervistave të zyrtarëve të lartë publik, dikon në zyre të kryeministit me shumë intervistu, dikon me thirrjen e prokurori, e ka krijuar një situatë pa përshtatshme juridikisht dhe i ka dhënë hapësinë edhe zotit Kurti të thotë që po ky ka thonë që unë intervistën do ta jap, drejtësisë do të kontribuoj, po jeni në një termin të caktuar që do të merrem me vesh për një datë të caktuar, edhe jeni unë ju jap intervistën. Edhe i kontribuoj drejtësinë në këtë drejtim. Dhe ka arsye. Dhe është arsyeshme sipas jush. Është arsyeshme sepse provën prokurori i shtetit provën mund ta merr kudo që mund ta siguron provën. Nuk është tonë veç në zyre me intervistu dikën. Edhe ky standard sigurisht më herët është kriju, edhe në momentin që është kriju, atëherë e ka shfryzuar këtë drejt, ndoshta edhe zoti Kurti që thotë edhe prokurori special që po, ai nuk ka thonë që nuk shkoj me dha intervistën si dëshmitar. Do të vi dhe do të kontribuoj, por e jeni në zyrën time e organizojmë një orar të caktuar, sepse do të më kuptoni një tjetër. Është një farë lloj privilegji që dëshiron ta ketë sepse është kryeministër i shtetit që në rastin kur bëhet fjalë për sistemin e drejtësisë, besoj pajtoheni që nuk bëhet fjalë, nuk ka askush kur farë privilegji, drejtësia do duhet të kishte mbyllur syt para çfarë do posti e pozite, sepse nuk do duhet ta konsideronte. Para organeve të drejtësisë nuk ka privilegje të pozitave shtetërore. Merr me vesh të kuptohemi në këtë drejtim. Pavarësisht pozitës që ka, qoftë presidenti i vendit duhet të kontribuon drejtësisë në pozicionin juridik që ftohet nga organet e ndjekjes në këtë drejtim. Po të ftohesh ti jo, ta zëm, nuk besoj që do të kishit mundësi që të bëni kështu, po, të bëni kështu, dërgoni letra mrapa e përpara, jo vi, jo nuk vi. Jo, nuk besoj që e kishit bërë. Absolutisht, jo. Nuk guxon këtë ndodh, ne bëjmë parashtesa për shtyrë sonca si avokat, por i arsyetojmë pse. Sepse kemi një rast tjetër të caktuar më herët paraprakisht, edhe është ai mirë kuptim në drejtësi gjithmonë që bashkëpunojmë në drejtim të mos pengimit punës njëri tjetrit, kuptohemi në drejtim. Por arsyetimi është se vetë s'dua të vinë atë zyrë, sepse do të ketë pastaj një, kështu e ka shpjeguar vetë zotri Kurti kështu e ka shpjeguar, nuk dua të vi sepse pastaj do të nxirren ato video, ato fotografi, ja kryeministri i Kosovës duke dalë nga zyra e prokurorisë. Ky ka qenë shpjegimi i tij. Nuk i kom përcjell ato thënia, ato publikime, ato kualifikime, por ne kom përcjell edhe kom vërejt se zoti Kurti ka thonë që po intervistën do t'ju jap hetuesve, do të kontribuojnë në drejtësi, por me qenë se keni krijuar një praktikë të tillë, e jeni në zyre edhe ju jap intervistën. Edhe nuk ka kur gjë të keqe për me shkuar në zyre me marr intervistën zotit Kurti. Prokuroria e shtetit, vish në moment. Prokuroria e shtetit do ta kryejë misionin e vet në mënyrë profesionale në rast se i përmbushet do çaj kërkesë, sepse s'ka kur gjë të keqe në këtë drejtim. Unë nuk konsideroj se ka të keqe në këtë që nuk ka shkelje të ligjit në rast se hetues shkojnë me autorizim të prokurorisë shtetit dhe vetë prokurori i shtetit edhe e bën intervistën te zoti Kurti. E nëse zoti Kurti atëherë refuzon, atëherë tamam ka dështuar sistemi drejtësisë përpara pozitës kryeministrit.